Me 2 gola që të dy në pjesën e dytë me autore Arbiona Bajraktarin dhe kapitenën Megi Doçi, Vllaznia e futbollit për femra mundi Gramshin 2-0 duke mbyllur kampionatin e kategorisë superiore në vend të parë. Ndeshja luajtur në Reshit Rusi ishte një sfidë mes dy skuadrave që kanë siguruar konkurimin në katërshën e Final Four, por që në një farë mënyrë ishte si një test para ballafaqimeve të kësaj faze. Vajzat e drejtuara nga Dingolin Leka treguan edhe një herë tjetër forcën duke qenë dominuese, madje me rastet e krijuara mund dhe duhej të shënonin edhe të tjerë gola. Me këtë fitore Vllaznia e mbyll kampionatin me 46 pikë, shkëputur në krye me +8 pikë nga Apolonia vendit të dytë dhe 11 nga Gramshi vendit të tretë, një diferencë e konsiderueshme, por që ndryshe nga Superliga e meshkujve, ku përgjysmohen pikët, për femrat federata ka vendosur të zerojë ato, që do të thotë se 4 ekipet finaliste, Vllaznia, Apolonia, Gramshi dhe Teuta, presin shortin e Final Four në kushte krejtësisht të barabarta pikësh. Kanë bërë një kampionat jashtëzakonisht i mirë me gjithë problematikat që mund të kenë si kampionat, por kanë bërë një kampionat shumë të mirë dhe duhet t'i falenderoj shumë të vajzat. Ndeshja sot më ishin një ndeshje shumë e bukur, e dominuar në gjitha drejtimet nga ekipi jonë. Bile duhet më bë pishman pse nuk u shënuan gola pak më tepër, por gjithsesi ishin një ndeshje shumë e bukur, vajzat realizuan gjitha detyrat dhe do t'i japi falënderim të madh. Vllaznia do të jenë aty ku i takon me kanë Vllaznis. Do ta vazhdojmë në ndeshjen final por aty ku kemi lënë me fitore. Nuk kam preferenca, them të drejtën, gjësh kush në do të dalin përpara, në do të lozim për fitore që ta realizojmë objektivin që kena titullin kampion. A është ky kampionati më i fortë dhe më rivalizues në vitet e fundit? I fortë. Shiko, në qoftë po ta marrim si kampionat për 2 fazë, në qoftë na mbyllim jena në vendin e parë me 8 pikë diferencë me vendin e dytë, nuk mund të them se mund të kenë atë rivalitetin e madh. Mënyrën se si e kanë formatuar këtë kampionatin, federata mund të quhet edhe rivalitet momentan, sepse përderisa të zerohen pikë dhe fillojmë nga fillimi edhe herë një kampionat tjetër, nuk më duket normale. Por them të drejtë, Vllaznia është në vendin ku i takon Vllaznisë. Vllaznia bani një kampionat me gjitha fitore, vetëm një barazim me Fierin që edhe aty nuk në duhet rezultati. Duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë komplimenta dhe ekipit të Shkodrës, kaq vite që është kampion. Kështu që ishte i përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytzuar momentet e dhura. U bë një lojë e fortë, kjo ka rëndësi dhe për futbollin e femrave, përveç 4 ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet të jenë edhe ekipet e tjera, të cilët pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit, që edhe kur luajmë në Luzhë ose kur luajmë në ekipet e tjera, në Studio, Partizan, të gjitha, dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës ose edhe ekipeve ku përfaqësojnë në këto skuadra, mase duhet të japin pak më shumë investime ose për t'i dhënë një ndryshe futbollit të femrave, për t'i dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto 4 ekipe,